Bes Kallaku ka konfirmuar zyrtarisht romancën e tij të re, pas ndarjes me Xhensila Myrtezaj. Lajmi që shumë kush e priste, tani është realitet. Aktori dhe këngëtari ka ndarë për herë të parë një foto të ngrohtë me partneren e tij të re. Në imazh duket qartë një vajzë me flokë të gjata bjonde, teksa Bes Kallaku i jep një puthje të ëmbël dhe plot dashuri. Një moment i thjeshtë, por shumë domethënës, që shoqërohej vetëm me një zemër të kuqe. Emri i vajzës që ja ka rikthyer buzëqeshjen Besit është Ejona. Gjatë një paraqitjeje publike, Bes Kallaku u shpreh plot emocion për këtë kapitull të ri në jetën e tij. Jini falendërues Zotit në ditët tuaja më të mira dhe në ditët tuaja më të errëta. Unë gjithë jetën time kam bërë për të qeshur publikun, vetëm kam bërë për të qeshur dhe kishte vite që më kishte humbur buzëqeshja mua. Dua të falenderoj Zotin që më në fund më solli afër dikë që ma solli edhe buzëqeshjen. Ejona, të dua. Fjalë që tregojnë sa i lumtur është ai tani. Pas një periudhe të gjatë pa të shkëlqimin e tij të zakonshëm, Ejona duket se i ka ndezur sërish dritën në sy. Një histori që tregon se dashuria vjen kur e pret më pak. Mendoni se kjo është dashuria e vërtetë për të?